Vim ke interpelanca. Në 3 muajin e parë të vitit 2021, ekonomia u rrit me 5,53%, ndërkohë që bujësia u rrit me vetëm 0,01 pikë përqindje. Në 3 muajin e dytë të vitit 2021, ekonomia u rrit me 17,89%, bujësia u rrit vetëm me 0, bujësia psoi rënje me 0,19% pikë përqindje. 3 muajori i tretë i vitit 2021 shënoi një rritje ekonomike 6,99%, ndërkohë që bujësia njohu një rritje me 0,05 pikë përqindje. Pra ekonomia është rritur, vlera është shtuar gjithashtu, por jo bujësia dhe jo mbujësi. 45% e popullsisë vendit që ndodhet në fshat duket si e përjashtuar nga rritja ekonomike. Dhe natyrisht edhe nga të ardhura prej saj. Kjo është pabarazi. Rritja ekonomike me këtë kosto, pra me pabarazin si kosto, është iluzion. Natyrisht, ka arsye pse ndodh kjo. Në bujësi ka rëndësi dy elementë shumë të rëndësishëm. E para kostot e prodhimit dhe e dyta çmimi i produkteve bujësore dhe blegtorale të prodhuara në këtë sektor të ekonomisë. Në qoftë se kostoja arritet dhe në të ndikojnë pleu, nafta, farat, fidanët, e natyrisht edhe puna e bujqve, dhe çmimet mbeten në vend, çmimet e prodhimit bujësor mbeten në vend, është shumë e qartë nga kjo skemë thjesht. Bujku falimenton. Në rast se ndodh edhe për një cikël të dytë prodhimi, s'ka më para që të mbjell. Natyrisht ka arsye edhe për këtë fakt. Ja u rëndita pse janë rritur kostot në bujësi. Por do doja të bëja një llogaritë thjesht për disa prej produkteve bujësore për një dynim. Për grurin, 3.000 lekë shkon plugimi, frezimi dhe mbjellja. 1.600 lekë shkon fara. 11.500 lekë shkon plerimi me dap dhe me ure. 4.000 lekë janë korrje dhe punë të tjera që janë domosdoshme për këtë produkt. Totali i shpenzimeve është 20.100 lekë, ku gati 55% të këtij totali i shpenzimesh e zën plerat kimik. Rendimenti 5-6 kuintal për dynim e ardhura është 15.000 lekë. 5.100 lekë humbje për grurin. Dhe ne nuk prodhojmë pak. Drithra në këtë vend. Për misrin, tu kemi një të ardhur të cilën do ta shpjegoj. Pikërisht për misrin, 3.000 lekë shkon plugimi, frezimi dhe mbjellja. 1.200 lekë shkon fara, 12.700 lekë shkon dapi dhe ureja, nitrati që duhem pas, 6.200 lekë janë vaditje, korrje, punë të tjera të domosdoshme për këtë produkt. 23.100 lekë në total dhe ku 45% të kësaj kostoje e zën vetëm plerat kimike. Rendiment 8 kuintal për dynim, gjithë 25.600 lekë të ardhura. Këtu kemi 2.500 lekë fitim, për i periudhë 5-6 mujore, që po të shumëzohet për 10 dynim shkojnë 25.000 lekë, që është më pak se paga minimale në këtë vend për një muaj. Imagjinoni një bujk, që në 5-6 muaj nuk do të nxjerrë as pagën minimale që paguhet për punëtorët e bujqësisë, sot që flasim. Për sezonin e parë të prodhimit në serë, duhen 6.000 lekë plugim dhe frezim, 75.000 lekë fidan, për 3.000 bim, 20.000 lekë plasmasi, 90.000 lekë plera dhe pesticide, 15.000 lekë plerim bazë para mbjelljes. 20.000 lekë të tjera janë amortizimi këtyre serave që ne kemi e që nuk janë të ndonjë standardi që të habisi. 226.000 lekë në total kosto. Me një rendiment 9.000 kg për dynim dhe me çmimin mesatar 40.000 lekë që shkon shpeshherë edhe 2.000 lekë për ark, jo për kile, po për ark kemi 360.000 lekë në total. Ndërkohë që për një dynim duhet një punëtor me pagë minimale 30.000 lekë në muaj, që bëjnë 180.000 lekë. Këtu humbja është 46.000 lekë për dynim. Në serë. Për sezonin e dytë, hiqet kostoja e plasmasit, jemi po në të njëjtat kosto dhe humbja reduktohet në 8.500 lekë për dynim, për një cikël prodhimi.
Po të marrim edhe produktet bazë që përdoren për blegtorin. Jonxha, ka 3.000 lek plugim, frezim dhe mbjellje, 2.000 lek fara, 3.400 lek ure, nitrat, superfosfat, 2.400 lek korje 6 herë dhe 13.000 lek vaditje. Transport, lidhje, punë të tjera, gjitha domosdoshme. Fitimi është vetëm 1.200 lek. Prap nuk e arrin pagën minimale në këtë vend. Po të marrim edhe i produkte të rëndësishëm, siç është mishi, po marr atë më thjesht, mishin e gicit që kushton më pak sot në treg. Po ta bëjmë gjithë llogarin, 5.000 lek është blerje një gici me peshë 12 deri në 15 kg, 16.500 lek shkojnë të gjitha ushqimet e domosdoshme, pikërisht për të arritur në peshë nga 15 kg deri në 100 kg, që bëhet e domosdoshme për të ushitur, dhe në fund fare fitimi është 1.000 lek për gic. 1.000 lek për gic. Ka 3 problemet mëdha në gjithë histori. E para mbi të gjitha, Zoti Braçe, mbaroi koha, keni sërish 15 minuta, kështu që i zauroni. Po kam akoma zonjë. Kam akoma, po xhirona, lutem. Kemi 3 problemet mëdha këtu. E para është bllokimi dhe taposja e tregut nga karteli i grumbulluzëve në këtë vend. E dyta është skema e TVSH që ne bëm dhjetor, e miratuam edhe që natyrisht nuk lejon që në derë të secilit për këtyre bujqve të paraqitet një grumbulluz që merr përsipër një humbje 20% bikurizën e vet po të marrë produktin vendas, dhe e treta, humbja e krahut të ri të punës që po e bën më të shtrenjtë punën në bujqësi.